Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Njerëzit që nuk besojnë kanë të drejtën ta pyesin se çfarë besojnë dhe pse besojnë. Ne nga ana tjetër kemi përgjegjësi për t'u dhënë atyre arsyeën e besimit tonë. Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Dikush ka thënë, falsiteti nuk është asnjëherë më i suksesshëm se sa kur ngatërron çengerin e tij me të vërtetën. Fatkeqësisht kjo shprehje është provuar si e vërtetë brenda kishës. Ka shumë predikues, mësues, madje edhe denominacione të tëra që e bazojnë mësimin e tyre në të vërteta gjysmake. Zgjedhin disa shkrimet të izoluara, rreth të cilave zhvillojnë të gjithë teologjinë e tyre. Këto sisteme besimi të prodhuara mund të tingëllojnë të sakta në sipërfaqe, por një shikim i thellë në brendësi zbulon se nuk përputhen me të gjithë mësimin e fjalës së Zotit. Mësoni se sa e rëndësishme është të njohësh mirë atë që beson, ndërkohë që Dr. Stanley na e shpjegon këtë sot në programin Prekja e Zotit. Dëgjim të këndshëm. A ka me të vërtetë rëndësi se çfarë beson, për aq kohë sa ti beson atë gjë? Pra, për aq kohë sa keni diçka ku të besoni, a ka rëndësi se çfarë është ajo? Disa njerëz mund të thonë po, edhe disa të tjerë jo. A ka rëndësi ajo që beson? Le të shohim se çfarë thot Zoti në fjalën e Tij. Të shkojmë së bashku tek letra e parë e Pjetrit, kapitulli 3. Titulli i mesazhit të sotëm është: A ka rëndësi ajo që beson? Në kapitullin e 3 të letrës së parë të Pjetrit, Pjetri po u shkruan besimtarëve që janë shpërndarë në mbar botën e asaj kohe dhe që po persekutohen. Ai po u shkruan atyre që i kanë izoluar dhe atyre që i mundojnë duke abuzuar fizikisht. Pjetri i kritikon për besimin e tyre. Le të dëgjojmë se çfarë thuhet duke filluar nga vargu 13. Dhe kush do t'ju bëj keq, nëse ju ndiqni të mirën, por edhe sikur të vuani për drejtësinë, lum ju, pra mos kini asnjë druajtje prej tyre dhe mos u shqetësoni, madje shenjtëroni Zotin Perëndi në zemrat tuaja dhe jeni gjithnjë gati për të përgjigjur në mbrojtjen tuaj kujdo që ju kërkon shpjegime për shpresën që është në ju, por me butësi e me druajtje, duke pasur ndërgjegje të mirë që kur t'ju padisin si keqbërës, të turpërohen ata që shpifin për sjelljen tuaj të mirë në Krishtin. Vini re vargun 15, kur ai thot: shenjtëroni Krishtin në zemrat tuaja. Ai do të thotë: bëjeni Zotin Jezus Krisht, Zotin e jetës suaj. Pastaj thotë: jeni gjithnjë gati për të përgjigjur në mbrojtjen tuaj kujdo që ju kërkon shpjegime për shpresën që është në ju, por me butësi e me druajtje. A ka rëndësi ajo çfarë besoni? Po. Le të mendojmë për këtë. Arsyetimi i vjetër dhe i thjesht njerëzor thotë: ajo që besoj ka rëndësi. Pse? Sepse çdo fushë e jetës sonë ndikohet nga besimi ynë. Për shembull, cili është qëndrimi yt ndaj vetes tënde? Qëndrimi yt ndaj vetes tënde ndikohet shumë nga ajo çfarë beson se je, aftësitë tua, kapaciteti yt, dhe nëse je i vlefshëm për diçka apo jo. Por cili është për shembull qëndrimi yt ndaj njerëzve të tjerë? Çfarë beson për njerëzit e tjerë? A beson se ata e meritojnë që ti duash, apo mendon se vetëm duhet të përdoren? A beson se janë vetëm qenie fizike një lloj si kafshët, apo beson se janë krijesa të Zotit? Ajo çfarë beson për njerëzit e tjerë do të ndikojë mënyrën se si i trajton ata. Çfarë beson për shembull për profesionin tënd apo për prirjet e tua? A beson se profesioni yt është ai që Zoti do që të bësh? A është ky vullneti i Zotit për jetën tënde apo është vetëm një punë për të siguruar jetesën? Ajo çfarë beson ndikon nëpërsinë tënde në jetë dhe mënyrën se si i kryen detyrat apo përgjegjësitë. A beson se ajo çfarë po bën është vullneti i Zotit për ty? A beson se i jep më të mirën në gjithçka që bën? Ndoshta ajo çfarë bën mund të mos jetë më e mirë se ajo që bën dikush tjetër, por
ajo është më e mira që ti mund të bësh. A beson se kjo është e rëndësishme? Çfarë beson për parat, për shembull? Ajo çfarë beson për parat sjell një ndryshim të madh për atë çfarë ndodh me financat e tua. Nëse mendon se vijnë lehtë dhe ikin lehtë, atëherë nuk do të kesh kurrë në jetë atë që ke nevojë apo dëshiron. Nëse beson se paraja është baza e sigurisë tënde, atëherë ajo do të diktojë shumë gjëra në jetën tënde. Nëse beson se paraja është gjëja më e rëndësishme në jetën tënde dhe se qëllimi yt është që të bësh sa më shumë para dhe sa më shpejt, atëherë kjo gjë do të qeverisë çdo aspekt të jetës tënde. Ajo çfarë besoj mund dhe ti ka shumë rëndësi. Ajo çfarë unë besoj për Zotin do të sjell padyshim ndikim në të gjitha fushat e jetës time. A ka rëndësi ajo që besojmë? Arsyetimi i thjeshtë dhe i vjetër njerëzor thotë, po, çdo gjë që ndikon vendimet e mia dhe aspektet e jetës time ka shumë rëndësi. Ajo çfarë besojmë ka shumë rëndësi. Këtë nuk e thot vetëm arsyetimi i vjetër njerëzor, por edhe paralajmërimet në shkrim në lidhje me doktrinën e rrem dhe falso. Do të doja që së bashku të shikonim disa nga këto shkrime. Le të mendojmë pak për ato, sepse nëse unë i besoj një doktrinë të rreme, atëherë ajo do të ndikojë të gjithë jetën time. Së pari, le të shkojmë tek letra e 2 e Pjetrit, kapitulli 2. Këtu janë disa paralajmërime që na jep Zoti në fjalën e Tij. Nëse ajo që besojmë nuk do të kishte rëndësi, atëherë këto paralajmërime nuk do të ishin këtu. Tek kapitulli 2, duke filluar nga vargu i parë, Pjetri thotë: por ka pasur edhe profet të rrem midis popullit, ashtu si do të ketë midis jush mësues të rrem, të cilët do të fusin fshehurazi, herezi shkatruese dhe duke mohuar çdo trinj që i bleu ata, do të tërheqin mbi vete një shkatrim të shpejtë. Dhe shumë vetë do të ndjekin doktrina shkatruese të tyre dhe për shkak të tyre udha e së vërtetës do të shahet. Dhe në lakmin e tyre do t'ju shfrytëzojnë me fjalë të shpifura, por ndëshkimi i tyre që moti nuk vonon dhe shkatrimi i tyre nuk po dremit. Këtu jepet një paralajmërim që ne duhet kemi kujdes ndaj doktrinës së rrem. Le të shkojmë tek letra e 2 të Timoteut dhe të shohim edhe një pasazh tjetër. Apostulli Paul po sfidon Timoteun tek vargu i 2 i kapitullit të 4. Prediko fjalën, ngul këmbë me kohë e pa kohë, kritiko dhe qorto, këshillo me çdo durim e doktrinë. Pastaj ai thot një paralajmërim tjetër. Ai thot: Timote, sepse do të vijë koha kur njerëzit nuk do ta durojnë doktrinën e shëndosh, por sipas ëndjeve të veta do të mbledhin grumbull mësues për të gudulisur veshët. Dhe do t'i largojnë veshët nga e vërteta e do t'i sjellin drejt përrallave. Por ti rri syçel në çdo gjë. Duro vuajtjet, krye punën e ungjilltarit, përmbushe plotësisht shërbesën tënde. Ai thot: do të vinë kohë kur njerëzit nuk do të duan ta njohin të vërtetën. Ata nuk do të duan ta dëgjojnë të vërtetën. Ata do të gjejnë disa njerëz që do të mësojnë saktësisht atë çfarë duan të dinë. Letra e parë e Timoteut, kapitulli 2, vargjet 3 dhe 4 thot: sepse kjo është e mirë dhe e pëlqyer përpara Perëndisë, shpëtimtarit ton, i cili dëshiron që gjithë njerëzit të shpëtohen dhe t'ia arrijnë njohjes të së vërtetës. Kjo do thotë që Perëndia nuk kënaqet vetëm me shpëtimin ton. Ai dëshiron që ne të njohim të vërtetën. Le të shkojmë tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 8 dhe të dëgjojmë se çfarë thuhet tek vargu 24. Jezusi po flet me farisejnë. Ata po mohojnë atë se kush është Jezusi dhe Jezusi në vargun 24 thot: prandaj ju thash se ju do të vdisni në mëkatet tuaja, sepse po të mos besoni se unë jam, ju do të vdisni në mëkatet tuaja. A ka rëndësi ajo çfarë beson ti? Jezusi thot po. Nëse një person nuk beson atë çfarë tha ai, do të vdes në mëkatet e tij. Bibla tek Romakët kapitulli 6 vargu 23 thot: sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Tek letra e Hebrejve kapitulli 9 vargu 27 thuhet: dhe duke qenë se është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë dhe më pas vjen gjyqi. Nëse një person vdes në mëkatet e tij, do me thënë pa Krishtin, ai është plotësisht i pa shpresë dhe i humbur. A ka rëndësi ajo që ti beson? Absolutisht që po. Në shkrim jepet paralajmërim pas paralajmërimi për mosbesimin
e së vërtetës dhe për besimin e doktrinave të rreme. Pali dhe Pietri na paralajmërojnë vazhdimisht që të mos dëgjojmë ata që mësojnë gjëra të rreme. Vim sërish tek pyetja. A ka rëndësi? Po, jo vetëm që ka rëndësi, por ne duhet të zhvillojmë një sistem besimi në mënyrë që të jetojmë sipas tij. Dëgjoni edhe një herë se çfarë thuhet tek letra e parë e Pietrit, kapitulli 3, vargu 15. Madje shenjtëroni Zotin Perëndin në zemrat tuaja dhe jeni gjithnjë gati për të përgjigjur në mbrojtjen tuaj kujdo që ju kërkon shpjegime për shpresën që është në ju, por me butësi e me druajtje. Ai thot: bëjeni këtë gjë tani me butësi e me druajtje. Dhe jo në mënyrë arrogante, jo me krenari, jo në mënyrë të shëmtuar, por me nderim dhe butësi. Le të qëndrojmë pak te ky varg. Ai thot se ne duhet të kemi një sistem besimi. Ne duhet të bëhemi gati ta mbrojmë besimin ton para kujdo. Jo vetëm para disa njerëzve, jo vetëm një herë në kaq kohë, por gjithmonë ne duhet të jemi gati për të përgjigjur në mbrojtjen ton kujdo që kërkon shpjegime për shpresën që është në ne. Le të ndalojmë dhe të mendojmë pak për këtë. Çfarë do të bënim sikur dikush të na thoshte: a mendon se do të shkosh në qiell pasi të vdesësh? Unë do të përgjigjesha: po, besoj. Por cila është arsyeja pse e besoj këtë? Si mund të jemi sigurt që do të shkojë në qiell pasi të kemi vdekur? A e beson ti se trupi yt do të ringjallet një ditë? Po, e besoj, mund të thotë dikush. Po pse e beson këtë? Çfarë prove ke? Si mund të jesh i sigurt për këtë? A beson se mëkatet e tua janë falur? Po, e besoj, thot një krishter. Pse je kaq i sigurt për këtë? Mund të pyes dikush. E shihni, njerëzit kanë të drejtën na pyesin se pse besojmë në Jezus Krishtin si shpëtimtarin ton. Ata kanë arsye për të na pyetur. Dikush mund të thotë: mos vallë do të thuash që jep 1/10 e të gjithë të ardhurave të tua? Po. Po mirë atëre, më shpjego se me 90 ti mund të bësh më shumë gjëra se sa me 10 për shkak se ti i dhe 1/10 Zotit? Ku e mbështet këtë gjë që beson? Jo besimtarët kanë të drejtën na pyesin çfarë besojmë dhe pse. Kjo është arsyeja se pse tek letra e parë e Pietrit, kapitulli 3, vargu 15 thuhet: madje shenjtëroni Zotin Perëndin në zemrat tuaja dhe jeni gjithnjë gati për të përgjigjur në mbrojtjen tuaj. Apologjetika është një pjesë e teologjisë që i kushtohet mbrojtjes së besimit. Pra, mbrojtjes së atyre të vërtetave që ne besojmë se mëson Bibla. Fjala apologji përbëhet nga dy fjalë greke, apo dhe logja. Apo do të thotë e kaluar, ndërsa logja do të thotë të flasësh. Pra, të flasësh për të kaluarën ose të mbrosh. Pak më sipërpam se ne duhet jemi gjithmonë gati për të mbrojtur arsyetimin e besimit ton, apo të asaj çfarë besojmë. Tek vargu 15 thuhet: kujdo që ju kërkon shpjegime për shpresën që është në ju. Kjo do thotë se të gjithë ne besimtarët kemi shpresë. Ne jo vetëm që kemi shpresë, por kemi edhe siguri të bekuar. Ne besojmë se siguria jonë e bekuar është e bazuar në të vërtetën, jo në ndonjë të vërtetë, por në të vërtetën. Kjo është e vërteta e përjetshme e Zotit të gjallë. Prandaj ne jemi gati të mbrohemi, ne jemi gati të japim një shpjegim, ne jemi gati të japim llogari për besimin që kemi. Pietri thot: kjo është përgjegjësia jonë. Ka shumë njerëz që thonë: nuk jam i sigurt që mund ta bëj këtë, nuk e di, çfarë do të thuash me sistem besimi. Unë po flas për një strukturë besimi që është e bazuar në fjalën e Zotit, e cila drejton dhe qeveris jetën tënde. Disa njerëz besojnë tek diçka me gjithë forcën e tyre. Kjo mund të mos jetë detyrimisht e vërteta, por kjo është mënyra se si ata besojnë, sepse kështu ua kanë mësuar. Shpesh dëgjojmë njerëz që na shkruajnë dhe thonë: këtë më kanë mësuar gjatë gjithë jetës, por kur dëgjova shpjegimin e bërë nga ju në fjalën e Zotit, vura re që diçka nuk shkonte. Por çështja është, si është zhvilluar sistemi juaj i besimit? Të gjithë ne kemi një strukturë besimi për gjëra të ndryshme, por ne po flasim së pari për besimin që është i bazuar në fjalën e Zotit. Ka disa segmente të shoqërisë të cilët nuk janë të interesuar fare për fjalën e Zotit. Ata nuk kanë fare respekt për të. Ata thonë: ti nuk mund të bësh dikë të besoj atë që ai nuk do ta besojë. Kur përballemi me njerëz të tillë, së pari ne duam që ata të vënë re stilin ton të jetës. Së dyti, duam që ata të shohin se ajo çfarë themi dhe besojmë të përputhet me jetën tonë.
Përndryshe ata do të kishin arsye më se të mjaftueshme për të dyshuar se ajo çfarë ne besojmë funksionon me të vërtetë, sepse nëse do të funksiononte atëherë ne do të jetonim sipas saj. Disa njerëz thonë, unë nuk jam interesuar për Biblën. Ai është vetëm një libër antik i dal nga moda. Është interesante sepse ata njerëz që kanë paqe, gëzim, lumturi në jetë, ata që përballen me vdekjen dhe besojnë në ringjalljen, nuk do ta shkëmbenin atë me asgjë tjetër. Ne që shohim Zotin duke vepruar në kohët tona të vështira dhe mundimet, me gëzim në zemër dhe me besim të patundur, nuk do ta shkëmbenim këtë fjalë me asgjë. Ne nuk mund ta shkëmbejmë me asgjë atë që kemi. Nga ana tjetër, e kuptoj që shpesh njerëzit nuk janë mësuar ashtu siç duhet, dhe kur fillojnë të dëgjojnë frymën e Zotit, fillojnë ta njësojnë me zemrën e tyre dhe të thonë, kjo është e vërteta. E shihni pra, fryma e shenjtë jep dëshmi dhe thotë, kjo është e vërtetë, ose kjo nuk është e vërtetë. Tani më dëgjoni me kujdes. Kur flasim për një sistem besimi, ne kemi fjalën për një strukturë zhvilluese të besimit që bëhet pjesë e gjithë rrjetit tuaj të mendimit. Kjo do të thotë se çdo gjë që ju dëgjoni, ndërkohë që zhvilloni sistemin e besimit, kalon përmes asaj rrjeti e mendimi. Nëse ai sistem rrjeti është i përbërë nga të vërteta biblike, sa herë që ju do të dëgjoni diçka të gabuar, nëse jeni i themeluar në atë të vërtetë, diçka në mendin tuaj do të thotë, kjo sikur nuk përshtatet. Kjo nuk përshtatet me sistemin e rrjetit. Sistemi i rrjetit është shumë i rëndësishëm, por më e rëndësishme është se me çfarë është i përbërë sistemi i rrjetit dhe si zhvillohet brenda mendjes dhe zemrës tuaj. Ne po flasim për një sistem rrjeti që është i bazuar në të vërtetën e fjalës së Zotit dhe që u qëndron testeve të argumentave të jetës dhe të vdekjes. Nëse sistemi i rrjetit nuk i qëndron testit të vdekjes, atëherë ti duhet të çlirohesh prej tij, sepse një gjë është e sigurt, të gjithë ne do të vdesim një ditë. Nëse ajo që besoni nuk është e përshtatshme për të jetuar, atëherë nuk do të jetë e përshtatshme as për të vdekur. Nëse nuk është e përshtatshme për të vdekur, atëherë nuk do të jetë e përshtatshme as për të jetuar. Ju duhet të vendosni çfarë besoj dhe pse. A mund ta mbroj besimin tim, apo jam një nga ata persona që thonë, e di si është puna? Unë besoj disa gjëra, por nuk jam plotësisht i sigurt për atë që besoj. Me miliona njerëz ulen në kish javë pas jave, ulen dhe dëgjojnë, pastaj dalin jashtë dhe jetojnë jetën e tyre ashtu siç u do qefi. Por këtu qëndron problemi. Ata nuk e marrin parasysh fare frymën e shenjtë. Nuk e kuptojnë që ai është një person i Trinitetit. Ata mendojnë se një person mund të shpëtohet duke qenë i mirë. Ata mund të thonë, pagëzimi është një zgjedhje që mund ta bësh në jetë dhe nuk është domosdoshmërisht i nevojshëm. Ose ata mund të thonë, hajde, ti nuk ke pse të shkosh në një kish për të qenë i krishterë, për të qenë besimtar apo për të shpëtuar. Kjo mund të jetë e vërtetë, por çfarë lloji krishteri do të ishte një person pa qenë i mësuar, pa qenë në miqësi dhe në adhurimin e Zotit me njerëzit e tij? Disa të tjerë thonë, unë i kam besuar Jezusit si shpëtimtarit tim, por a jam i shpëtuar? Shpresoj të jem. Unë mund të përmend shumë gjëra për persona që kanë qenë të krishterë ose kanë menduar se ishin të krishterë, por çështja është kjo. Nëse kjo është fjala e Zotit dhe ju e besoni, atëherë ka ardhur koha që ta kuptojmë saktësisht se çfarë besojmë, pse besojmë dhe të jemi të aftë ta mbrojmë atë, sepse ne jetojmë në një shoqëri që është e mbushur plot me doktrina të rreme. Doktrina false ndodhet kudo. Madje shumë njerëz nuk mund ta dallojnë dot nga e vërteta. Dikush mund të thotë, a e beson Biblën? Po e besoj. Atëherë më trego se çfarë beson. Shpesh njerëzit nuk dinë të tregojnë asgjë. Nuk është mirë që ne të themi, e po unë mendoj, ndoshta është më mirë të flisnim më vonë për këtë. Më duhet të mendojmë. Dëgjoni se çfarë thuhet tek letra e parë e Pjetrit, kapitulli 3, vargu 15. Jeni gjithnjë gati për të përgjigjur në mbrojtjen tuaj, kujdo që ju kërkon shpjegime për shpresën që është në ju, por me butësi e me druajtje. Cila është arsyeja që ti beson? Pse e beson këtë? Duhet ju drejtohem nënave dhe baballarëve. Ju duhet të mësoni fëmijët tuaj. Ju mund t'ju jepni atyre sistemin tuaj të besimit, por nëse ai sistem nuk është solid, diku gjatë rrugës do të testohet dhe ata do të dorëzohen. Ju si prindër mund të keni bërë më të mirën tuaj. Do shta keni thënë,
Ja se çfarë besoj dhe ja se çfarë thot Zoti. A e dini se çfarë do të bëjnë fëmijët tuaj? Ata do ta testojnë vetë atë. Mund të ndodhë që ta mbajnë atë sistem, por mund të ndodhë edhe që ta përziejnë me gjëra të gabuara. Në rast se ju nuk keni themeluar një sistem besimi, nuk mund të thoni atyre se çfarë besoni në të vërtetë. Por mund të thoni: "Bir, kërko të vërtetën. Bi, kërko të vërtetën. Shko në një kish ku mësohet fjala e Zotit dhe nuk dëgjohen vetëm disa predikime. Ajo çfarë besojmë dhe u mësojmë fëmijëve tanë është shumë e rëndësishme, sepse ndikon në çdo fushë të jetës sonë dhe në të gjitha marrëdhëniet tona. Çdo marrëdhënie në jetë ndikohet nga ajo që ne besojmë. Qëndrimi yt ndaj vetes tënde ndikohet shumë nga ajo çfarë beson se je, aftësitë tua, kapaciteti yt dhe nëse je i vlefshëm për diçka apo jo. Prandaj, ajo çfarë besojmë unë dhe ti ka shumë rëndësi. Ajo çfarë unë besoj për Zotin do të sjellë padyshim ndikim në të gjitha fushat e jetës time. Le të kujtojmë edhe një herë letrën e 2 të Timoteut, vargun e 2 te kapitulli 4. Prediko fjalën, ngul këmbë dhe kohë pa kohë kritiko dhe qorto, këshillo me çdo durim e doktrinë. Dëgjoni edhe një herë se çfarë thuhet tek letra e parë e Pietrit, kapitulli 3, vargu 15. Madje shenjtëroni Zotin Perëndi në zemrat tuaja dhe jeni gjithnjë gati për të përgjigjur në mbrojtjen tuaj, kujdo që ju kërkon shpjegime për shpresën që është në ju, por me butësi dhe me druajtje. Pietri thot, kjo është përgjegjësia jonë. Ne po flasim për një sistem besimi që është i bazuar në të vërtetën e fjalës së Zotit dhe që u qëndron testeve të argumenteve të jetës dhe të vdekjes. Nëse një sistem besimi nuk i qëndron testit të vdekjes, atëherë ti duhet të shirohesh prej tij, sepse një gjë është e sigurt, të gjithë ne do të vdesim një ditë. Nëse ajo që besoni nuk është e përshtatshme për të jetuar, atëherë nuk do të jetë e përshtatshme as për të vdekur. Nëse nuk është e përshtatshme për të vdekur, atëherë nuk do të jetë e përshtatshme as për të jetuar. Ju duhet të vendosni çfarë besoj dhe pse. Shumë njerëz ngulin këmbë se e vërteta absolute nuk ekziston dhe se mjafton vetëm të besosh tek diçka. Sot Dr. Stanley theksoi rrezikun e këtij lloji mendimi. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të besosh të vërtetën, edhe fjala e Zotit është e vërteta. Studioni çdo ditë shkrimin dhe zbuloni të vërtetën për veten tuaj. Letra e 2 e Timoteut, kapitulli 3, na jep udhëzime për mbrojtjen e besimit ton. Në vargjet 12-17 thuhet: Të gjitha ata që duan të rrojnë me perëndishmëri në Krishtin Jezus do të përndiqen. Por njerëzit e këqij dhe mashtrues do të shkojnë keq e më keq, duke gënjur dhe duke u gënjur vetë. Por ti qëndron në ato që mësove dhe u binde plotësisht, duke e ditur prej kujt i mësove dhe se që nga fëmiria i njeh shkrimet e shenjta, të cilat mund të bëjnë të ditur për shpëtimin me anë të besimit që është në Krishtin Jezus. I gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia edhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi që njeriu i Perëndis të jetë i përkryer e tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. Këtu të dashur miq kanë përfunduar dhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.